Emigrimi vazhdon të sjellë përfitime ekonomike për shqiptarët që punojnë jashtë vendit, por raporti i fundit i Bankës Botërore bashkë me Instat tregon se këto përfitime shpesh shoqërohen me pasiguri të lartë në tregun e punës. Fitimet janë më të larta, por stabiliteti dhe mbrojtja sociale mbeten të brishta. Sipas anketës së migracionit 2024, emigrantët shqiptar fitojnë mesatarisht rreth 2.5 herë më shumë se sa para largimit nga Shqipëria. Megjithatë, kjo rritje page nuk përkthehet automatikisht në punë të sigurt. Rreth 27% e emigrantëve aktual punojnë me kontratë me kozgjatje të kufizuar, duke qenë të ekspozuar ndaj pasigurisë së vazhdueshme në punësim. Grafikët e raportit tregojnë se vetëm rreth 66% e emigrantëve aktual kanë kontrata të shkruara, ndërsa pjesa tjetër është e punësuar në marrëdhënie pune që varen nga sezonaliteti, projekti apo vendimarrja fatshkurtër e punëdhënësit. Kjo situatë është më e përhapur tek emigrantët më të rinj dhe ata me arsim të mesëm, sipas ndarjes së moshës dhe nivelit arsimor. Dobësitë në marrëveshjet kontraktuale midis emigrantëve jashtë vendit duket se përmirësohen me moshën, duke reflektuar pozicione më të sigurta dhe më të qëndrueshme me kalimin e kohës në tregun e punës. Emigrantët me nivele më të ulta arsimore, konkretisht ata që nuk kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, kanë më shumë gjasa të punësohen me kontrata me kozgjatje të kufizuar, duke treguar një punësim më të pasigurt. Në të kundërt, vetëm 16% e emigrantëve me arsim të lartë punojnë me kontrata të tilla, duke sugjeruar akses më të madh në punësim të qëndrueshëm.